për protestën e cila mbrëmjen e sotme futet në natën e 5. Një protestë që po vazhdon prej disa ditësh, prej fundjavës së kaluar që nisi në Zërnec, kështu në bëhet një javë. Çfarë do ndodh sonte dhe në vazhdim? Ne do të flasim në këtë bisedë sot me zotin Sadri Kortoçi, aktivist mbështetës i Partisë Demokratike. Ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës në New Jersey. Do të marrim një këndvështrim nga andej për protestën në Shqipëri, për shumë arsye, edhe mbi gjitha edhe për faktin që protesta është bërë prezente edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm nëpërmjet medias, por shkryer në debat politik, pasi aty reagoi edhe djali i ish presidentit Joe Biden, Hunter Biden, por edhe personazhe të tjerë, të cilët i ftuari ditës së sotme, zoti Kortoçi, do na i sjell më afër për publikun ton në Tiranë dhe kudo që ndodhen ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Zoti Kortoçi, të përshëndes dhe të falenderoj. Ju përshëndes edhe ju. Tani, çfarë po ndodh në Tiranë me protestën? Po a them unë, çfarë po ndodh atje me protestën që po bëhet në Tiranë? Ma thoni ju. E fillove tamam se tha që është një përkras i Partisë Demokratike. Në vërtet, kam qenë ndër shqiptarët e pak që kanë marrë në Shqipëri në përkrahjet Partisë Demokratike, duke menduar se Partia Demokratike domon e leadershipi i saj Sali Berisha me nën gratën që u bë nga Departamenti i Shtetit me zgjedhjet me Nova, ashtu kam menduar se Shqipëria domon po vun për një demokraci të vërtet, po kur e shef situatën aktuale sot politike në Shqipëri, pasam qenë i gabuar. Jo se lëvizin nga idealet e mia demokratike ose të gjata, por fakti se si në Shqipëri rrotullohen ngjarjet për 35 vite, këtu e shoh domon se sot lufta që po bëhet në Shqipëri, domon lufta, protesta që është në Shqipëri nuk është vetëm brenda Shqipërisë, sot ajo është ndërkombëtarizuar. Ka marrë famë botnore, edhe njerëzit sot, populli, rinia janë zgjuar mas 35 viteve korrupsion, keqëqeverisje, largim të popullsisë nga Shqipëria, mos zgjedhjen e vetvetes në vendet e tyre, nuk është problemi për ne që kena ikë para 30 vitesh, pasi Shqipëria në ato vite, 95-96, domon nuk ka qenë Shqipëria që është sot, por me gjithë të zhvillimin këto 35 vite, prap ajo gjenerata që sot kanë dalë në rrugë, nuk e gjojnë veten, e shohin shpresën e humbur, ke dy partitë, të dy leadershipet e partisë, si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste që kanë udhëhequr atë kom për 35 vite. Kjo është thjesht, jo thjesht, po është edhe më ndërlikuar se sa duket, është urrëtia popullore, është urrëtia e rinisë e brezit të ri që ma kujton vitet 90. Një lloj sikurse në vitet 90 kur s'kishte vetëm një parti, Partia e Punës Shqipërisë, populli u ngret një zëri kundër qeverisjes komuniste. Edhe sot, edhe dje, edhe padje. Shumë parti, Sadri. Madje Partia Demokratike bëri një kongres të madh, një konvent, zgjodhi kryetarin me vot unanime. Po gjitha këto akumulohen, domon aty në shesh, rinia, aty ke demokrat, domon që janë të tradhtuar nga leadershipi, nga doktori që bën zgjedhjet vetëm me një kandidat, që ajo nuk është as pak demokratike. Që nga ato primare që bën që e kam theksuar disa herë që nuk kanë qenë demokratike, e deri te kjo zgjedhja e kryetarit Partisë Demokratike e Këshillit Kombëtar. Ajo nuk ishte as pak demokratike, urrëtia e vetë demokratëve do i çojnë rrugë. Urrëtia e socialistëve të pakënaqur do i çojnë rrugë. Këta janë njerëz domon të pavarur që nuk janë simpatizant, po janë njerëz që e don domon drejtën, e don demokracinë, e don të udhëhiqen me parime demokratike me një shtet drejtës. Tashi, situata aktuale në Shqipëri nuk është
thjesht zvërneci, nuk është thjesht investimin sazan. Kjo është urrejtje e akumulume për 35 vite. Edhe vjen një moment që forca e popullit do shpërthej. Të dëgjosh Edi Ramën dje në konferencë shtypi kur thot nuk ka njëri që mlun nga Istikami, edhe Enver Hoxha kur ditën e për kongresin thoshte jena bashk me partinë, me byron politike. Nuk thosh jam i vetëm, s'ka njëri të mlun nga Istikami. Nuk e kupton Edi Rama edhe Partia Socialiste edhe Partia Demokratike që populli ka fuqi më shumë se sa partia. Aty do të kuptu, ka ndryshuar loja. Lufta është sot kundra establishmentit që është kryer për 35 vite, që nga mediat, që nga oligarkët, që nga keqeverisja dy palëve. Këto s'parrin me kuptu asnjëna palë. Edhe dalin edhe thonë që investimi është i mirë, duhet, normalisht investimet janë të mira, por kur ti e ke mush kupën me të këqija, sigurisht edhe një mirë nuk ka asnjë lloj vlere. Mastaj, edhe sikur ekonomia të zhvillohet me këto investime, ata po i vjedhin këtë buxhetin e shtetit. Sadris, të lutem thuaj reagimet në Shtetet e Bashkuara, se do rikthehemi prapë në Tiranë. Unë kam qëndru pranë deri në orën 2 mëngjesit duke pa lajmet nga kanalet ndryshme që nga Euronews, Reuters, edhe deri tek ato comedians, American media, do të thonë comedians, po flas to kanale që suportojnë të paka shumë që janë kundra Trumpit. Do të thonë kanë bërë jehon ndërkombëtare si njerëzit më të korruptuar që janë sot për sot që po lëvizin nëpër botë është Jared Kushner, bashkë me vajzën e presidentit Trump, që unë kam qenë një nga ata njerëzit që kam suportuar, nuk kam suportuar në kuptimin e qartë drejtën kam pas vetëm për një votë, po kam menduar se do të jetë një president që ka për të ndryshuar sistemin botëror, ka për të ndryshuar ekonominë krahasim me demokratët, por faktet në këtë mandaturën e dytë tregojnë komplet. Lufta që bëhet sot, edhe ajo është pjesë e asaj që njerëzit kanë dalë sot në Shqipëri, nëpër rrugë. Edhe lufta që bëhet sot, lufta e pa drejtë në vërtet. Që këta thonë Irani ka qenë kërcënim. Nuk ka qenë Irani për kërcënim për Amerikën, absolutisht ka qenë asnjëherë, asnjë moment. Edhe ata do japin edhe njeriu në fund edhe kur s'kan për të dëzuar. Kundra një shteti sikur është Amerika. Edhe këta kanë hyrë në një gradë që nuk e din as vetë se ku kanë hyrë. Edhe kjo është, domthon gjithë kjo urrëtie që shohin familja Trump presidenciale ka qenë në qendër të medias këto 24 orë. Jo 24 orë, ka kohë që është në qendër të mediave amerikane. Projektin e zvërnit, Sazanit. Familja Trump ka kohë që është në mediat amerikane, ka kohë që njerëzit e lirë, ata njerëzit që kanë kanalet e tyre në YouTube, flas çdo ditë vetë fakti që bordi paqes, nga iku bordi paqes që bani Trumpi me Edi Ramën. Nga iku bordi paqes, kur kishim mbledh njerëzit më të korruptuar të planetit, se gjithë ta njerëz domon kishin favore, kishin dhe toka, po ndërtojnë pasuri palujshme me Kushner në këto vende si Vietnam, si Shqipëria, se gjojnë, domon kanë gjetë njerëzit e korruptuar, njerëzit që kanë nevojë që mundën me bë dilla, mundën me bë pazare, si më thonë si puna e Edi Ramës, për hir të pushtetit të tij, për hir me afërkuar shpinën Trumpit e Melonit e këtyre. A i bën çdo gjë, shet edhe Shqipërinë komplet për hir të pushtetit të tij. Ky është Sadri, ju keni lëvizur dhe gjithdisur sigurisht më shumë në Shtetet e Bashkuara, njëmi andaj edhe industrinë e turizmit, të zhvillimin e modelin ekonomik më shumë, edhe si përmarrës, jo vetëm si qytetari thjesht amerikan. Çfarë keqe ka zoti Kortoçi që të investohet, të zhvillohet ajo zonë atje? Nuk ka asnjë lloj të keqe. Kam qenë në Meksik, kam qenë në Republikën Dominikane, kam shkuar në vende ku ka resorta. Në vërtet,
Meksika është një vend i ngjason shumë me Shqipërinë. Republika Dominikane ka ato Karaiben kanë detin shumë bukur, janë vende tamam si paradise. Problemi është këtu, nuk është problemi se ka të keqe ke investimi, po çfarë fshihet mbrapa investimit? A është ky investim që është bërë tamam, se është problemi se tash është mush kupa. Padre, atje nuk ka asnjë projekt. Si do ne s'dim gjë se s'ka projekt. Po kjo është e keqja se qeveria nuk ta tregon projektin. Po s'është bërë. Edhe dje ose pa dje, kishin nxjerrë një video të vajzës Trump, Top Channel e pash që Gjoja fliste për projektin. Ajo nuk ishte për projektin, ajo thjesht po fliste për Sazanin, edhe tregonte historinë se si vajza e Trumpit ka shku, ka hecë me kome dhe kanë zbuluar. E zbuluar Shqipërinë, Shqipërinë edhe ju pëlqeu shumë Shqipëria, kaq shumë tha unë du me realizua ëndrat e mia tha me real estate në Shqipëri, tha gjeta një ishull, a thu se zbulet diçka tre. Po thjesht Rama jo ka ofruar. Rama për hir me nëjtë pushtet edhe 4 vite, nga që Trumpi, baba i saj është presidenti i Amerikës, edhe mendon se ai do rrinë me Amerikën në pushtet. Kjo është fatkeqësia që nuk e kupton. Do të thotë nëse do vini një brand i tillë ndërkombëtar, do pasojë edhe nga të tjerë më pas. Pra, do i hapë rrugën ndoshta edhe Shqipërisë, zhvillimit më shumë. Gjithmonë duke ruajtur ekuilibrin me mjedisin, kuptohet. As në një moment, investimet nuk janë të këqija, por shqiptarët janë lodhur me padrejtësi. Kjo është, ka qenë vetëm një shkëndi. Në kohët verës, për shembull, kur temperaturat janë shumë të larta, duhet vetëm një shkëndi që vendet morrin flak. Aty në Shqipëri ka qenë një shkëndi që duhej me fillu një protest, një kryengritje qytetare kundër padrejtësive që janë bërë për këto 35 vite. Si nga pala e Ramës, si nga pala tjetër. Nuk ka qenë asata me dorë, e kam thënë disa, nuk kanë qenë me dorë të arta, kanë vjedhë. E kanë vjedhë atë popull, kanë mashtru, kanë bërë ligje në favor tyne. Kanë ndërtuar empire, si thonë, të kanë bërë pare në kurrezat e popullit, kanë vjedhë taksat e popullit. Kanë shpërngur 2 milion shqiptarë. Këtë trunin e Shqipërisë e kanë nxjerrë jashtë, se nuk e durojnë dot. Donë vetëm njerëz që ju bojnë servilizma, njerëz që i përkrat. Më le të kundërshtoj se para 90-s ju e keni jetuar. Atëherë ishte problemi që janë mbyllur kufit, nuk po lëvizin. Pastaj nuk janë liberalizuar vizat, ngelen nëpër ambasada. Tani kufit u hapën në 90-ën. Vizat u hoqën. Njerëzit edhe lëvizin për më mirë. Ai nuk është për oponentë. Po jam shumë dakord. Jam shumë dakord që njerëzit lëvizin, shkojnë për një jetë më të mirë, po si ka mundësi që gjithë shqiptarët që dalin jashtë shtetit janë pothuajse janë suksesshëm. Janë suksesshëm pasi sistemi jashtë ju jep ato çka ata japin për sistemin. Ndërsa në Shqipëri nuk ta jep. Pse janë të korruptuar. Ku do shkosh në Shqipëri janë të korruptuar, çdo gjë bëhet me pislek, nuk bëhet asgjë me drejtësi. Secili është me tarafet e veta. Duke folur, Spaku ka sekuestruar një vil zonës Balloku, një vil dykaçe. Në Bregdet. Masnej kur shef ato me Ballukun që Rama e mbyllin kuptimin e fjalës se e lat lirë. Njerëzit nuk janë dele, sikur thot ai. Njerëzit rrinë, po në një moment vjen që, sikur se thash, nizet, edhe gjitha këto kumulime janë ato që njerëzit sot janë rrugë. Edhe policia dje u bë me njerëzit. Se edhe policia janë njerëz që përsekutohen atë. E pan dje që forcës popullit nuk mundesh me ndalu forcën e popullit. Edhe sot ka përqen me e madhe. E nesër, bas nesër, derisa ta mësojnë qeverinë. Pra, pyetja e fundit për t'i vënë kapakun gjithë kësaj, si mendoni që do mbyllet? Sepse ju morët shembull 90-ën, protestën e studentëve, qytet studentë, nisjet. Një lloj një analogji me këtë të tanishme, si mbyllet? Një lloj
Më do një lloj sikur se vitet 90, domethënë një kënaqësi, një adrenalin kur I pash ata njerëz që përballen me policinë paqësor, që thyn ato muret, edhe uroj që sot të kenë edhe më shumë përkrahje, mos dërzohen derisa ata vdojnë qeverinë. Ka pas thirrje që të vinë nga Kosova, nga shqiptarë nga jashtë, madje një deputet në Maqedoninë e Veriut, në mos gaboj Bekim Qoku reagoi, ai ishte edhe ndër përkrahasit e vetëvendosjes Albin Kurtit në mbështetje, solidarizohemi me protestën. Mund e cilësoni këto një ndërhyrje të vetëvendosjes në jo de jure po de facto? Po de facto sigurisht, edhe vetëvendosja, si më thon, Partia Shqiptare është, por thjesht shqiptarët reagojnë për padrejsi që bën në tokën e tyre, që shiten toka e dikuj, ajo tokë ka pas pronar. Ka pas pronar dikur para 45-s. Rama thotë është pronë private. Njerëzit nuk janë dhënë tapite njerëzve. Edhe ti ja merr me forcë, sikur ja mori me forcë rjollin, sikur ja mori gjitha pasuritë. Ku ka dash oligarkët edhe Rama, domthon ja ka marr tokën me zor. Me zor. Edhe gjitha këto domthon janë shpërthim popullor. Edhe kjo duhet me marr fund. Këta që kanë dalë në rrugë, këta duhet me marr fatin atij vende. Rinia sot. Rinia që kanë vite që marrin shkolla dhe bredhin rrugët e Evropës, duke pastruar rrugët edhe duke pastruar me ndërhalet e Evropës e të Amerikës. Ky është pushteti aktual sot në Shqipëri. Edhe është fatkeqësi. Është fatkeqësi që 1,5 milion, 2 milion shqiptar kanë ikë vetëm këto 10 vitet e fundit. E Rama thotë, unë jam I zgjedhur I popullit. Populli din shumë mirë se si ka marrë votat Rama, I ka vjedh votat. I ka blej votat, I ka blej për njerëz që s'kan bukë me hangër. Ma mirë thotë ti marr $200 se sa mos marr asnjë. E të votoj një që s'ka për drejtu tamam. E din shumë mirë populli, e din rinia që kanë dalë rrugë, e din rinia se sa media, çfarë alarmë shqipen në Shqipëri. E din shumë mirë edhe Fevziu, se kishte dalë Fevziu dje Grida Shura në gjova si ato. Ajo është atë fjalë të popullit. Sa është aq I revoltuar populli domthon për njerëz që lëvizin sa një ka në një ka tjetër, edhe I bën freski pushtetit. I bën fresk pushtetit. Dedi thoshte e kam cilësuar, e kam kundërshtuar. Dedi është një nga ata që ka 38 media edhe sjell Batan Haxhiun, sjell njerëz që janë komplet ekstrem të majt, njerëz që janë ndoshta edhe kundra interesave të kombit nëpër emisionet e tyre. Kjo është Shqipëria, këto janë mediat, kjo është qeverisja, pranej njerëzit dalin kundra PD-s, dalin kundra Partisë Socialiste, kundra media, kundra establishmentit. Aty është një establishment sikur si më thon një ujë që lëviz. Edhe ka të njëjtin njerëz që dalin nëpër media, ka të njëjtin njerëz që bojnë investime, ka të njëjtin njerëz që rrin nga një karrikë në një tjetër, edhe kjo është urrëtia domthonjë që njerëzit I ka sjellë në rrugë, me fëmijë, me gra, me vajza të reja, me student, me kalamaj, edhe kjo është tamam revolucion popullor. Një lloj sikurse në Francë, sikurse edhe vjen shumë mirë që erdhi një moment që populli u zgjuar. Edhe unë e përkraj 100%, 200%, ka sipas burimeve dhe sipas këtyre mediave sociale, do ketë organizim në New York të shtunën para ambasadës shqiptare, do ketë në Angli, do ketë në Belgjik, ku ka shqiptarë të gjithë, si me thonë, janë të një fjale që me dalë, me protestuar kundër shitjes së tokave shqiptare. Nuk është thjesht sikur se tash shitja tokave janë padrejtësi që e kanë akumuluar gjithë këtë urrëtie popullore. Kur arrin rinia shqiptare në New York, edhe në Shtetet e Amerikës bëjnë thirrje të ngrihem të gjithë ta përkrahem Shqipërinë, të përkrahem protestuesit në Shqipëri, kjo ka shumë domethënie. Aty edhe mediat botërore kanë bërë jehon, pse edhe mediat botërore kur shohin padrejësi që sot administrata e Trump, sidomos Trump, jo komplet administrata, ndoshta me luftat, me familjen e tij, domethënë me Kushner, sot për sot është një nga investitorët
më të mëdhaj që mundet me ekzistuar në planet. New Jersey ai po ndërton me mira apartamente. Nga doli ky Kushner kaq trim, kur baba e tij ka qenë i dënuar. I ka qenë i dënuar në Amerikë, ka qenë shok me Benjamin Netanyahu, vajza e tij e ka marrë thjesht se ky ka pas pasuri. Se me rregull Trump nuk është me fe izraelite, qifute, hebrej. Po vajza ka marrë se ka pas pasuri. Edhe tash fati i tyre që baba i saj u bë president edhe don me shkel vende si Shqipëria, domethënë se gjajnë lider të korruptuar, e gjajnë Edi Ramën që ka për hir pushtetit të tij i fal edhe Shqipërinë. Edhe del para gazetarëve, domethënë edhe e shef që i dridhet buza, se tash e ka kap frika vërtet. Nuk e ka kap frika për Sali Berishës, për një 80 vjeçare, që çdo gjë bën, domethënë akoma merret me Berishën. Tash i merret me popullin me rini. Ata do ja bin fundin Edi Ramës. Se mjaft. Është shkatruar çdo gjë, as ke sistem shkollor, as ushtri, as polici, as rregull, as i gjë s'është bën me rregull për 35 vite, domethënë një shtet që funksionon si shtet, po nuk është shtet. Aty nuk mundesh me zgjedh drejtën tonë asnjëherë në Shqipëri. Duhet me pagu ke gjyqtarit, duhet me pagu ke prokurorit, duhet me pagu ke parkimi, duhet me pagu ke spitali, duhet me pagu mësuesin, duhet me pagu edukatorin, duhet me pagu ato daycare kur çon fëmijët, çdo gjë ku të shkosh duhet me pagu. Përndryshe nuk e merr shërbimin, edhe nuk e merr shërbimin tamam, që nuk duhet me pagu as i vend. Ai thotë kam mjekësinë falas, e kam shërbimin falas, e kam online shërbimin. Ti me nxjerr një letër, një certifikat duhet me shku me korruptu dika, me ul në kafe, me kry një punë. Kjo është Shqipëria 30 viteve. Pranoj njerëzit ngriten. Unë me dëshirë do isha aty. Edhe më vjen keq se ndoshta njerëzit me etiketojnë si demokrat, unë prap demokrat jam edhe do mbetem demokrat në kuptimin e fjalës i djathtë, por jam 100% me ato që njerëzit sot kanë dalë në rrugë. Edhe i bëj thirrje që çdo njëri të marrin pjesëtarët e familjes, e derisa ta argëzojnë atë pushtet kalbun, mos tikin në shtëpi. Kaq. Adrian, falenderoj shumë për bisedën. Do mbetemi në kontakt për të folur sërish nëse do ketë zhvillime dhe pasqyrim më tej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sigurisht të ndërthurë dhe me opinionin edhe mendimin tuaj për ngjarjet në Shqipëri që ju pavarësisht se keni disa dekada që jeni shkëputur nga këtej, vazhdoni të jeni ja drejtuar edhe të keni sy të këtej. Kështu që falenderoj shumë. Patjetër, kënaqësia është ime. Ju përshëndes edhe ju.